Do të kandidoni ju për Bashkinë e Tiranës? Unë thash se do të pyesni për naftën po. Edhe për naftën do të pyesi, po fillimisht po të pyesim për këtë ngjarje që ka ndodhur. Do jeni një kandidaturë për Bashkinë e Tiranës? Gjërat që thuhen në shtëpi mbeten në shtëpi. Po apo jo? Gjërat që thuhen në shtëpi mbeten në shtëpi. Ambicën e keni shpërur zotë Braçe? Ambicë. Kur të kemi ndonjë gjë më shumë, patjetër që do ja them. Nuk bëhet fjalë për ambicie personale, Muhamet. Po për qytetin, natyrisht. Po të jetë për ambicie personale, nuk vlen fare ai gjë. Jeni kërkesa zotë Braçe nga përfaqësuesit e Partisë Socialiste për të kandidatuar ju për Bashkinë e Tiranës? Edhe një herë, gjërat që thuhen në shtëpi mbeten aty. Unë kam folur brenda Asamblesë Partisë Socialiste të njësisë numër 5, sy me sy me njerëzit, edhe kaq, dhe mbaron aty. Po kujdes, çka kërkon rezultatet tuaja ndër vite si deputet? Është një arsye aq formale, Muhamet, sa nuk ka ku të shkoj. Në 26 maj mua më bën 30 vjet të zgjedhur në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë. Dhe me që këto rezultatet, veçanërisht atyre zgjedhjeve të 96-s, 97-s nuk i gjen asgjë kundi, jam i detyruar që t'ia kërkoj me shkrim KQZ-s. Më duan. Po shkruani libër? Si? Po shkruani libër? Jo, Muhamet, do shkruaj një status që do ta shohësh edhe ti. Zotë Braçe, na bësh një koment për çmimin e naftës, bordi transparencë. Ja, ky është një problem me cilin duhet merrem. Unë prandaj kam marrë sot, dua të flas për këtë gjë. Natyrisht që ne kemi zgjedhur vetë që të kemi taksa që konsiderohen edhe të larta për këtë produkt, për naftën edhe për benzinën. Por në krahun tjetër nuk kemi zgjedhur që të kemi një treg të mbyllur, një treg që është tmerrsisht i përqendruar dhe një treg që është në ndikimin apo përcakton çmime deri tani, deri në krijimin e bordit, në ndikimin e një shoqate që luan rolin e kartelit për të ndikuar çmimet në treg. Edhe sot, nga llogaritë që unë edhe ca miq që punojnë bashkë me mua kemi bërë, rezulton që çmimi i naftës neto pa taksa në Shqipëri është më i lartë 20, 25 deri në 40% se sa të gjitha vendet e tjera të rajonit tonë, përfshi Greqinë, Maqedoninë, Kosovën, Malin e Zi edhe Serbinë po doni. Pra, kemi një problem që është strukturor i tregut. Natyrisht këtë duhet të adresojmë, ashtu siç qeveria është nën presion për të riparë taksat, mund të rishoh akcizën, siç ka marrë angazhim, ashtu duhet jetë gjithë struktura tjetër nën presion për të garantuar që tregu i hidrokarburëve në këtë vend të jetë i lirë. Numrat indikojnë që tregu nuk është i lirë. Prandaj ne kemi naftë apo çmimin e naftës neto më të shtrenjtë se sa gjithë vendet e tjera të rajonit. Ky është një problem që duhet përballur. Unë kam folur pafund sa kam humbur durimin, po sot patjetër që duhet ta them këtë gjë, sepse natyrisht edhe njerëzit janë në një vështirësi më të madhe për shkak të çmimit që është më i lartë. Po kam folur këtu në sallë, kam folur në Komisionin e Ekonomisë, kam folur përballë Autoritetit Konkurrencës, kam folur para bordit që u ngrit këtu e 4 vite më përpara dhe tani është bërë boll, është bërë mjaft. Duhet merremi me strukturën e tregut, me modelin e tregut të hidrokarburëve në këtë vend, sepse është një produkt që realisht kërcënon sigurinë kombëtare. Realisht kërcënon sigurinë kombëtare. Faleminderit. Faleminderit juve. Shumë faleminderit.